Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin ton të dashur Monitor TV për të komentuar pak mbi një ngjarje që ditë më parë në fakt ka patur një hamencim të jashtëzakonshëm. Është folur shumë për marrëdhënien e Brikenës edhe të Caseyt, motrës së Mateos. Casey, dikur një nga vajzat më të ndjekura në rrjetet sociale, një Instagram tepër i klikuar, një Instagram tepër i ndjekur, sot një vajzë e cila në fakt është tërhequr nga jeta publike, por përsëri domethënë publiku ka kurreshtje për të, publiku hamencon për të. Ka patur ca thashe theme që Casey ka bërë disa video me tendencë ofendimi të Brikenës. E pyetur në Shizon Top, Casey tha që vllau im është e vështirë shumë të dashurohet, por kur dashurohet, ai është e vështirë shumë që të shkëputet. Unë mendoj që sa do një motër, sa do e njeh vllaun e saj, në këta aspekt nuk e njeh shumë mirë, sepse dashuria është private dhe është një dimension që edhe ne të cilët e përjetojmë, nuk e dim se çfarë vlere do nxjerrim nga ai dimension. Do të thënë është vlerë më vete, është dimension më vete, është botë më vete, dashuria. Casey dhe Brikena në fillim kanë treguar një marrëdhënie shumë të bukur. Unë jam shumë i bindur që mes Caseyt dhe Brikenës nuk ka asnjë gjë, sepse çdo motër është e lumtur kur vëllau i saj është i lumtur. Fundja e fundit, as Casey, as familja e Mateos nuk mund të vendosin për vajzën e cila do të jetë në krahët e Mateos, që Mateo do të kalojë jetën me të. Domethënë, unë shoh një fokus të madh, domethënë të ngjarjeve këtu që duan të përfshin Brikenën, por gjithsesi domethënë e shoh që Brikena ka një raport jashtëzakonshëm me Casey. Këtu arrita të kuptoj tjetër gjë, që Brikena dhe Casey dhe familja e Mateos, domethënë zinxhiri i lidhur është kjo gjë, nuk është se kanë raporte të prishura, se po të kishte raporte të shkatruara, unë jam i bindur që Casey do të thonte që Brikena është vajzë shumë e mirë, por unë me të nuk kam patur etj. Po domethënë Casey nuk pati kohën dhe nuk pati momentin që domethënë të ketë probleme me Brikenën, të ketë zënga me Brikenën dhe të ketë krisje me Brikenën, sepse Brikena ishte shumë e angazhuar dhe ishte e fokusuar tek rikthimi i saj në skenë. Unë mendoj që raporti i tyre është jashtëzakonisht i bukur. Vajzat mbajnë kontakte të fshehura, edhe pse nuk duan që t'i nxjerrin në publik dhe avash të gjitha këto gjëra do të bëhen publike. Rëndësi ka që domethënë raporti i tyre është ideal.